Pamjet e siguruara nga brenda pallatit shumëkatësh pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë zbulojnë për masat e mëdha të shkatërimit të shkaktuar nga zjarri që përfshiu godinën një ditë më parë. Apartamentet e prekura nga flakët rezultojnë pothuajse tërësisht të shkrumbuara, mobiljet dhe pajisjet elektroshtëpiake janë djegur plotësisht, ndërsa muret dhe ambientet e brendshme janë nxirr nga tymi dhe bloza, duke i bërë shumë prej banesave të pabanueshme. Si pasojë e zjarrit, 8 persona pësuan asfiksi nga tymi, mes tyre 6 efektiv zjarfikës dhe 2 banorë të pallatit, të gjithë u transportuan menjëherë në spital për ndihmë mjekësore dhe sipas burimeve zyrtare kanë lënë tashmë ambientet spitalore pasi ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Operacioni për shuarjen e flakëve ishte i vështirë dhe zgjati disa orë. Në teren u angazhuan 10 forca zjarfikse, të mbështetura dhe nga 2 helikopter, të cilët ndërhyn nga ajri për të vënë në kontroll situatën. Sipas të dhënave paraprake, rreth 70 apartamente janë prekur nga zjarri në këtë pallat shumëkatësh, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, ndërkohë grupet hetimore po punojnë për të zbardhur shkaqet e rënies së zjarrit.